Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë mi. Ndonjëherë jeta na godet papritur, dikush i ka të gjitha të mirat edhe nuk e vlerëson të mirën që po ja jep Zoti, ndërsa dikush tjetër po lufton çdo ditë për të mbijetuar dhe për të siguruar një copë zbuk për fëmijë apo qoftë edhe për vete. Kjo është historia e Donikës, e cila ka vendosur të andaj me mua, por edhe me të gjithë ju. Unë jam Donika, një nën nga Vlora dhe nëna e 3 fëmijëve të mi, 2 vajzave dhe një djali. Historia ime nuk është një prallë, është një udhëtim përmes dhimbjes, padrejtësisë dhe luftës për të mbijetuar. Dhe sot, në këtë kanal po ndaj me ju jetën time, që edhe pse është e mbushur me plak, më ka mësuar të eci me kokën lartë. Isha shumë e re kur u martova, ashtu si shumë vajza të tjera, me ëndrrën se do të ndërtoja një familje, se do isha e dashuruar dhe shumë e respektuar. Por jeta nuk është gjithmonë ashtu si që imagjinojmë. Burim nuk ishte ai që më premtoi në fillim. Ditët e mia kalonin mes fabrikës ku punoja gjithë ditën dhe shtëpisë ku më pristi një realitet i ftohtë, i rëndë dhe i padrejtë. Punoj në një fabrikë këpucësh. Ngrihesha herët në mëngjes, nisesha për në punë dhe kthehesha vonë në mbrëmje. Kishte ditë që më dhimbnin këmbët aq shumë sa me ziçohesha nga krevati. Por nuk kishte rëndësi. Duhej të punoja. Se dikush duhej të sillte bukën në shtëpi. Burim, ai nuk punonte. Gjithë ditën vetëm pinte e rinte. Se interesonte nëse kishim bukë, nëse fëmijët kishin rroba, apo unë isha e sëmur. Ai nuk ishte burr, ishte një hije që rëndonte mbi çdo gjë. Kur linda vajzën time të madhe, për herë të parë ndjeva se jeta ime kishte një kuptim. Mësoja prej saj çdo ditë. Ajo më mësoi se çfarë do të thotë të duash pa kushte, të sakrifikosh, të ecësh përpara kur gjithçka të bie mbi supe. U bë forca ime. U bë arsyeja pse unë nuk u dorëzova. Por shtëpia ku jetoja nuk ishte një stre. Ishte një ferë. Debatet me vjerën ishin të përditshme. Ma akuzonte për gjithçka. Ishte e ashpër, paragjykuese dhe shumë e keqe. Më shihte si një shërbetore, jo si nusen e shtëpisë. Burim nuk më mbronte kur. Heshte ose më shtynte drejt tyre. Për të nuk isha grua nën bashkëshorte. Isha thjesht një grua që duhej të bënte punët edhe të heshte. Më vonë linda djalin. Ja vurëm emrin sipas babait të tij. Ishte një tjetër sakrificë që bëra për atë familje. Por as kjo nuk mjaftoi për t'u ndjerë e pranuar. Pastaj, ndodhi diçka që do të ndryshonte jetën tonë. Burim pësoi një aksident në punë. Nuk kishte sigurim, askush nuk e ndihmoi, vetëm me 10.000 euro që mori nga dikush, u mbulua çështja. Ai mbeti me paterica. Përsëri, bara ra mbi mua. Unë duhet të punoja, unë duhet të kujdesesha, unë duhet të mbaja gjithçka mbi supe. Pa e planifikuar, linda edhe vajzën e vogël. Një tjetër ëngjëll, një tjetër dritë në jetën time të errët. Por feri vetëm sa u thellua. Sherret në shtëpi nuk pushonin. Nuk më duronin më. Më akuzuan për gjëra që nuk i kisha bërë. Erdhi një ditë kur gjithçka u përmbys. Në mëngjes erdhi policia në derën e shtëpisë.
Më thanë që më akuzonin se kisha rrahur vjerën time. Një mashtrim i ullët, një skenari në dyrë vetëm që të më nxirrnin nga shtëpia. E lash gjithçka. Moran vetëm rrobat e mia, fëmijët, nuk mi lanë. Mi mbajtën me forcë. Dhe ajo që më dhëm më shumë është se u ambushën mendjen kundër meje. Sot më shajnë, më urejnë, më quajnë fjalë që nuk ua kam mësuar kur, fjalë që më shpojnë zemrën si thika, dhe nuk më mbeti gjë tjetër, u largova, mora rrugën për në Gjermani. Sot jetoj këtu. E fillova nga hiçi, me shumë lot, me dhimbje, por me forcë. Jam vetëm, por më mirë vetëm se sa e përdhunuar emocionalisht në një shtëpi ku nuk më donte askush. Dhe po, nuk flas me fëmijët, jo se nuk duam, por sepse nuk i lën. Ata njerëz kanë hedhur helm në mendjet e tyre, por unë nuk dorëzohem. Lutem çdo ditë që një ditë të më kërkojnë, të më kujtojnë se kush jam. Se isha ajo që sakrifikova gjithçka për ta, që mbajta mbi supe një shtëpi të rënuar vetëm që ata të kishin bukë. E ndaj sot e tregoj historinë time për të gjithë gratë që janë në situatën si unë. Mos keni frikë të largoheni kur dashuria kthehet në poshtrim. Mos keni frikë të filloni nga e para. Ju jeni më shumë se një fjalë e keqe. Ju jeni më shumë se roli nuses që hesht. Ju jeni gra, jeni nëna, jeni forca e jetës. Unë jam Donika nga Vlora, një nën që lufton për të mos u haruar, një grua që i mbijetoi dhunës, mashtrimit edhe padrejtisë. Dhe sot jetoj me dinjitet, ndoshta pa shumë dashuri rreth meje, por me një zemër që nuk ndalet kur së dashuruari ata që solla në këtë botë. Në fillim kur nisa jetën martësore, isha një vajzë që besonte tek dashuria dhe tek familja. Mendoja se çdo vështirësi do kalohej nëse kishte bashkim e mirëkuptim. Por shumë shpejt kuptova që nuk kisha hyrë në një martesë, por në një kurth. Më mungonte mbështetja me minimale, një fjalë mirë, një dorë që do të më ndihmonte kur lodhesha, kishte net që qaja në heshtje pa zë, me fytyrën e kthyer nga muri që askush të mos më dëgjonte. Qaja për atë që humba, por edhe për atë që nuk e kisha pasur kurrë. E gjithë jeta ime ishte një betejë për të jetuar me dinjitet. Nuk isha perfekte, por isha e drejtë. I dhasha asaj shtëpie çdo grimcë të shpirtit tim. U përpoqja të ruaj një martesë që kishte vdekur prej kohësh, vetëm që fëmijët të kishin një çati dhe 2 prindër. Por nuk mund të bëja asgjë vetëm. Askush nuk mund të më mbaj në një shtëpi në këmbë kur gjithçka tjetër rrëzohet mbi aty. Dhe kur më detyruan të largohem, nuk ika me faj, ika me plak. Në Gjermani fillova një jetë të re nga e para. Si emigrante, pa gjuhë, pa mbështetje, por me një zemër të palodhur. Çdo punë që më dilte përpara e bëja. Larse, pastruese, ndihmëse kuzhine. Nuk më vinte turp. Më vinte turp vetëm kur mendja më shkonte tek fëmijët e mi dhe pyetja veten nëse më kujtojnë, nëse më mallkojnë, apo nëse ndoshta një ditë do e kuptojnë të vërtetën. Kam për ta pritur atë ditë gjithë jetën, edhe nëse më plaket fytyra dhe më dridhet zëri. Nuk i uroj askujt të përjetoj atë që kam kaluar unë, por nëse një grua më dëgjon sot edhe është në një situatë të ngjashme, dua t'i them, mos e humb besimin tek vetja. Ti mund të rrëzohesh, por ke forcën të çohesh përsëri. Unë jam gjallë, unë po punoj, unë jetoj, edhe pse më kanë marrë fëmijët, edhe pse më lanë pa asgjë, unë jam Donika nga Vlora, një nën që nuk haron, që nuk dorëzohet, edhe që lutet çdo natë për një përqafim të munguar.
Në fakt, në jetë kemi mësuar që njerëzit të cilët punojnë me sinqeritetin më të madh, nuk është se në bumerang marrin atë që realisht meritojnë.